Mëngjesi i sotëm ka nisur krejtësisht ndryshe për dy banorët e Big Brother VIP Kosova, Limin dhe Dolçen, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe banorëve të tjerë brenda shtëpisë. Ndryshe nga rutinat e zakonshme të mëngjesit, dyshja zgjodhi që orët e para të ditës t'i kalonte së bashku në ambientet e dushit, ku afrimiteti mes tyre ishte më së i dukshëm. Pamjet e transmetuara treguan se mes Limin dhe Dolçes kishte një kimi të veçantë. Ishte Dolce ajo që i dha sinjalin Limin që t'i fërkonte shpinën, një veprim që u shoqërua me buzëqeshje dhe gjuhë trupi që linte shumë për të kuptuar. Ndërkohë, Limini duke i përqendruar jo vetëm në gjestin që po bënte, por edhe në format trupore të saj, gjë që nuk i shpëtoi syrit të kamerave. Atmosfera në atë moment ishte e qetë, por njëkohësisht e mbushur me tension dhe nënkuptime, duke lënë të kuptohet se raporti mes tyre mund të ketë kaluar në një fazë tjetër. Ky afrimitet nuk është hera e parë që ngjall dyshime, pasi edhe më herët janë vënë re shkëmbime shikimesh, batuta dhe qëndrime që kanë lënë vend për interpretime të ndryshme. Situata mori një kthes tjetër në momentin kur në ambient u shfaq Alba. Ajo i vëzhgonte dy banorët nga larg, ndërsa shpreha e fytyrës së saj ndryshoi dukshëm. Fytyra e vrenjtur dhe qëndrimi i ftohtë treguan se ajo nuk ishte as pak e kënaqur me atë që po shihte. Reagimi i saj u interpretua nga shumë kush si shenjë xhelozie apo pakënaqësie, duke shtuar edhe më shumë pikpyetje rreth marrëdhënieve të ndërlikuara brenda shtëpisë. Ky moment nuk kaloi pa u komentuar edhe nga banorët të tjerë, të cilët më vonë gjatë ditës u pan duke diskutuar për afrimitetin e Limin dhe Dolces, si dhe për reagimin e Albes. Episodi ka ndezur rrjetet sociale, ku ndjekësit e formatit kanë filluar të ndajnë mendime të ndryshme, duke u rreshtuar në anë të ndryshme dhe duke spekuluar për zhvillimet e ardhshme. Mbetet për t'u parë nëse ky mëngjes ndryshe do të sjellë pasoja në dinamikat e lojës, apo nëse do të krijojë tensione të reja mes banorëve, duke e bërë edhe më interesante rrugëtimin në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.